Castro Zizo ka bërë një nga rrëfimet më të forta dhe më autokritike të jetës së tij gjatë intervistës në Mirëmbrëma Yje me Arbana Osmani. Për herë të parë, ai foli hapur për një periudhë të errët personale, duke pranuar se ka qenë pjesë e një sjelje toksike në një marrëdhënie. Vitin e parë kam qenë një burr tipik që i sheh në emisionet sociale. Rrefen ai, edhe pse larg dhunës fizike, Zizo pranon se ka qenë shumë pranë dhunës verbale dhe përdjegjes emocionale. Një sjellje që sipas tij vazhdoi edhe pasi marrëdhënia kishte përfunduar. Ai tregon se kërkonte llogari, edhe pse në të njëjtën kohë kishte disa lidhje paralele, duke përshkruar veten asaj kohe si i humbur në llumin e jetës së tij. Sot kur e kujtoj veten asaj periudhe e përçmoj, shprehet artisti me pendesë. Ky rrëfim është pritur si një pranim i rrallë i gabimeve në publik, duke hapur diskutim mbi përgjegjësitë personale, dhunën verbale dhe domosdoshmërinë e reflektimit dhe ndryshimit. Kujtojmë se Castro Zizo është baba i 3 fëmijëve nga marrëdhënie të ndryshme.